Ajo, kam pasi diçka që tjerëve ja kam thonë të drejtën e kësaj pune, është diçka që shifet në sy. Domethënë, dhuntia, talenti shifet. Ti del në fush para 20.000 vetëve, 15.000 vetëve, 10.000 vetëve. Domethënë, nuk kam si e msheje unë këtë. Edhe ti si njeri i sportit, ti fazegjan, ti e shef që ky zban, ti e fut me lujt, më të plaqin sytë, më thëtë më thojta, pa ti nuk e shefa, ndryshe është me bëj një nerë, kur e fut një institucion, një zyre, e fut aty dhe nështë a i zdin as me shtyp gjë në kompjuter, ti thu, pa punën mirë, kush e shef, se shef kos, e dit vetëm ti. Pra, këto kujton se bëhen nere me futbollin, me sportin, me artin, me kulturën. Po s'bëhet nere se ti keme dal, si e thohet, në skenë, keme dal në tapet. Edhe qose unë thamë këj ban, ti kema pa i herë, 2 herë, marrë strit, pas ke marrë futën dhe ti, thët, ose një ke futbollit, se në parë shovin që kësë dika me lujt. Pra, nuk mund bëjt të kompromise, edhe se ka bërë kur këtë punë. Gjithmonë jam mundu me fut atë më aftin, ta që mund të kemë më rëshqit në gjë gabim, edhe e pranojmë gabim që ose kam bërë. Ka menu që këtë dalin mirë, s'ka dalë, pa jo me qëllim. Kjo është